Hoxha e kam me feju qikën ose djalin, a bën me jashkru një hejmali se i kam do të dushman atje. E pse me shu një mali? Po ta mbroje se e kam ditën e fejesës, qikës ose djalit, edhe ta mbroje prej sirit, prej mësyshit. Anomalia tjetër. Në prag të fejesës së ditë të rive, që neve si hoxhallar, normal, do shta dikush pi pa dituris. Hoxha e kam me feju qikën ose djalin, a bën me jashkru një hejmali se i kam do dushman atje. Dushmana më jëtë largë, dushman nga Vllaznit, me ndonë, po? E thot me jashkru një hejmali. E pse me jashkru një hejmali? Po ta mbroje se e kam ditën e fejesës, qikës ose djalit, edhe ta mbroje prej sirit, prej mësyshit. La ilaha illallah Muhammed Rasul. Allahu na falë të vëllezër. Wallahi Allahu na falë. Nëse këto i bëjmë pipa dituris, Allahu na falë. Nëse këto i bëjmë me qëllim, Allahu na udhëzoft. Të besosh se hejmalia, se qaj guri me njësi, që ne mbane djali ose vajza ndër kram, bikram, qaf, në kërn, bazdere të shpia, se patkoj, se kretë të teme qetër është, nuk du zgjerona, po hejmalia, të mendojsh se ka me të arru djalin tënde ose vajzën tënde nga mësishi dhe nga siri, kjo është shirk. Kjo është shirk. Ne kemi Allahun Dhul Gjelali i cili me përmendjen Allahu Dhul Gjelali wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun bil mu'minin. Allahu thot ne kemi zbrit Kur'anin që është ilaç, është shërim, është mbrojtje për ju. Këto është ilaçi. E vëllezër nderuam, ne si besimtar musliman, unë çka ju propozoj them, ka dalë, prit, e din që është oron, po së dibe o që kam dije, ka bo, ai ka bo, lime. Beri një shishe ujë, bismillah, lexoj surën Fatiha, lexoj ajetet që janë të mësyshit, lexoj, po nuk i din, a e din bes elhamdulillah vetë me lezu, lexoj 7 herë elhamdulillah, lexoj 7 herë ajetul kursin, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, lexoj 7 herë kul huwallahi, lexoj 7 herë kul a'udhu birabbil falaq, lexoj 7 herë kul a'udhu birabbin nas. O Zot, ti je shërues, ti je mbrojtës, ja Rabbi, mbroje djalin të, mbroje vajzën e mi. S'ka nevojë me shku te hoxha, vetë bën, ai din çka sure, këti dina. Po lexoje vetë o vëllezër. Bën e vetë kët. Mos e lidh shërimin dhe mbrojtjen e djalit apo vajzës me hemali, mos e lidh. Mos e kjo mëkat i madh, o shirk o vëllezër.